Besimtarët e Krishterë në Shkodër kremtuan festën e korpit të Krishtit, sakrament në cilin Jezusi la kujtimin e gjatë të pashët të tij, ngjarje qendrore në historinë e njerëzimit. Nga katedrala Shën Shtifnit ku kremtuan me shashet, besimtarët të udhëhequr nga arqipeshvi Imso Giovanni Peragine dhe klerikët morën pjesë në procesionin që vijoi deri te kisha Shën Kodërus. Në fjalën e tij Zot Peragine tha se duhet jemi të bindur që Krishti na shoqëron në jetën tonë. Në përfundimin e këtij momenti të shenjtë që kemi përjetuar të gjithë së bashku, kemi marrë bekimin e Zotit, i pranishëm në shëntrueshëm i sakrament. Si kam thënë gjatë meshës, kalimin e Jezusit nëpërmjet rrugëve e qytetit tonë nuk është vetëm një shenjë, por është një realitet që është Krishti që qëndron në mes nesh. Është vërtet që kemi qenë ne që kemi shoqëruar Krishti deri këtu, por në të vërtetë do të jemi të bindur që është Krishti që na shoqëron gjithmonë në jetën tonë. Krishti në të vërtetë është me ne. E na shoqëron në çdo situatë në jetës sonë, në momente të mira, por edhe në momente të vështira. Ai nuk ndërron gjëra të vështira, por bëhet i pranishëm. Ai merr mbi vetë kryqin tonë e na shoqëron. Bëhet në të vërtetë Cireneu hynë. Kjo është festa që sot të kemi kremtuar së bashku si kishë, si besimtar. Jo vetëm një traditë, por diçka që do të ngellë gjithmonë në jetën tonë. Një vërtetë që do të rritet gjithmonë në jetën tonë. Krishti dhurohet neve, Krishti afrohet neve, Krishti qëndron gjithmonë me ne. Ky është urimi që ju bëj në këtë ditë të bekuar, e ju uroj që në të vërtetë ju qëndroni me Zotin, që Zoti të qëndroj gjithmonë me ne. Përmes procesionit kishave parasyve të Zotit, vuajtjet e të sëmurëve, vetminë e të rinjve e të pleqve.